Si sistem është thjesht sistem elektronik, do më thënë që çdo gjë kalon online. Zhduken faturat online. Në letër edhe bëhet çdo gjë online. Pra, çdo procedurë doganore në Shqipëri do të jetë online. Edhe marrëdhënia mes bizneseve bëhet online. Me fjalë, deklarimi i tyre dhe ndjekja, gjurmimi i dokumentacionit dhe i ngarkesës bëhet e gjitha online. Gjithçka këtë është faktikisht një praktike e cila ka filluar në janar të 2019-s, por po përdor dhe po implementohet kryesisht tek linjat ajrore. Por që detyrimisht do jetë edhe për transportin në toksor, por dhe atë detar. Kështu që është një praktike cila praktikisht zhduk letrën, zhduk dokumentacionin. Dhe bëhet edhe më duke qenë një mënyrë të tillë, bëhet më i rëndësishëm edhe gjurmimi që për biznesin, shpejtësia dhe gjurmimi, korrektësia është një faktor shumë i rëndësishëm në të bërë biznes. Kështu që kjo është një praktikë që po implementohet, jo në gjithë botën, por disa nga kompanitë më ajrore kanë filluar ta përdorin këtë sistem, dhe normalisht që kur të filloj të implementohet dhe në transportin detar dhe në atë toksor, do jetë një avantazh shumë i madh për këto arsye që thamë, shpejtësi, korrektësi, gjurmim dhe për të qenë më afër tregut. Nga pikpamja logjistike, është e thjesht zbatimi i këtij sistemi pa pasur problematika më pas? Patjetër që duhet është digital. Po, duhet ta mësosh sistemin, domethënë dikush duhet të jetë përgjegjës për këtë në secilën kompani, dikush duhet t'i monitorojë gjithashtu në dogana dhe tatime, por duke qenë se tani ka ecur shumë teknologjia, këto bëhen shumë thjesht, bëhen shumë pasi mësohen domethënë, bëhet rutinë edhe domethënë koha e të gjitha duke pas parasysh këtu edhe një problematik tjetër që duhet ta kemi parasysh, pikërisht kufizimin e korrupsionit. Pra, le të themi kontaktin midis biznesit edhe përfaqësuesve të administratës doganore e shmang. Po nga ana tjetër, a mund të lejojë ky lloj sistemi gabime në sens që të kalojnë mallra të pakontrolluar, të kalojnë mallra kontraband, të kalojnë mallra të rrezikshëm, duke qenë se çdo gjë është online dhe pa letra dhe nuk është ai syri i imët, le ta themi, për kontrollin e tyre. I doganierit. Dëgjoj, për këto që për ju nuk është i preferuar, kam përshtypjen, po? Jo, këto kanë mekanizma shtesë. Për shembull ka skaner, domethënë kalojnë me skaner digital, domethënë që jep sinjalin direkt që ka problem ose jo. Tjetra është që ka menaxhim risku dogana, domethënë siç e thash dhe më përpara, shikojnë secili dokument, skanohet, ballafaqohet me pjesën që me historikun e këtij biznesi, ose krahasohet me mallra të tjerë, për shembull ose me kompani të tjera, për shembull ti nëse blen një mall që ti e deklaron 100 euro për shembull, metri, ta zëm, ndërkohë që ai sipas të gjitha indicjeve është 200 e lartë, ta zëm, domethënë me shtrenjta më e lira e këtij lloj malli është 200 dhe ti e deklaron 100, atëherë sistemi ty të jep sos, domethënë të jep sinjalin që diçka nuk shkon. Dhe kjo bëhet shumë herë më mirë me anë të sistemeve se sa mund të bëhet se ta nxjerr vetë kompjuteri, se sa ta kontrollosh ti ose të jetë subjektive nga një doganier. Kështu që to janë dhe të kontrollueshme. Domethënë edhe në nivel doganieri, por edhe në nivelin më të lartë për t'i kontrolluar se më mirë akoma, domethënë në shkallë më të larta të përgjegjësive për çka ndodh në terren.